Sot me Altinin nashta kena me shku rreth NFT-a, nashta keni po plot NFT-a që janë shit ka 1 milion e përmi, nashta dollar, po që aty po ta dhe pytje, se na që ka folëm deri tash, kema shumë pjesa e Bitcoinit, se Bitcoini kur u ka sa lirë, kur u kanë shumë herët, e pse nuk e kena blej, e tjerë, e një temë që është këgja herët që tash, është NFT-at. Une NFT-at personalisht, i kum edhe kum dëgju për to në 2021-ën, 2022-ën, kur u bo shumë hype për NFT-a, ku shumë artista global janë nisën edhe bletën çmime marramense NFT-a. Po nuk është që në herëm 4 heka ashtu komplet shumë e hi edhe me lezu ma shumë për to, e që ata këtu e kena shonin një investitor në NFT-a, koleksionus, kreator i shumë që ka me nga kalzu edhe ka me ma sharu mu se qka jenë NFT-at edhe është herët edhe kur ja të full tash për NFT-at, a jena të full njësi për Bitcoinin e 2011-ës, 2012-ës. Mirë që përmanen të 2021-ën, për kundrej plot njerës që janë hinë 2021-ën, na ja pa të njësë me investu edhe me flip NFT-a, me bleni NFT pak ma lirë, ose me mint, edhe me shit në secondary market ose në retail. One për NFT-a të nga një arsye kryesore pse jom hi full time Web3 edhe crypto, dhe me thonë blockchain, edhe me janis me studiu mundësi që një developer ose një kryus i ka për me shprejat kreativitetin e vetë në bazë teknologjisë blockchain, në bazë smart contracta ndryshme edhe në bazë komplet sene. Në 2021-ën që përmenë edhe ti, unë ja pata nisë me dëshok, ja vatëm nisë me trektu NFT-a, kena kap NFT-a ka gjatë mira dhe koleksione ka gjatë mira që jënë konë të njoftën a koleksionu se në qato koleksionu se Gary Vee, i cili edhe ka bo një farë onboarding bagit madhe, e kryoj një bubble në vitin 2021, po ashtu edhe Neymar, edhe Paris Hilton, edhe plot Snoop Dogg, edhe që ja ka nisë me i reklamu këtë sene. Për a jena herët asena, kjo pun normal që këtë blockchain është herët. Dhe më thonë, në parem nëse këshyrëm punën e komplet evolimit teknologjisë edhe smart contractave dhe të qasjeve dhe letësimit që është u botash, për shambull që është përmen edhe memle ma herët që u konë shumë problem me bo një transakcion ose një blerje, që ashtu u konë njëjtë edhe në NFT-a për shambull 2020-ën, na kur ja këna nisë, u konë bagi probleme duke me kryu special notes për me bo një transakcion ose për me bo një mint. Ta është ardhë ketë me extension, i ki komplet në krum extension. Ta është i mas i ka ardhë një koelit, që është me i detektu, që është me bleni NFT, që është me bleni koleksion. Për shambull, unë si analist teknik, i kom do shkoqet që i marë, që me hi me një kënë. Ta është fa shkoqet du të me marë, që po e bleni NFT dhe për jurit e vlera, të e porë parasyshat pasqyrën e pona që kena kër e shofim një NFT që është vesh një foto, edhe pëse unë me bleshat foto. Një foto e majmunit që përshitë të bleshat. Se më kanë qaj e foto, kër muna me bo edhe screenshot, edhe me pos edhe në telefon temin, edhe ti me pos, edhe dhe më thonë, pse që kjo vlerë është jo që kjo kësoj fotos, edhe qysh me i detektu cilat koleksione edhe NFT-a, kanë me hypë të armën ose jenë të mira për investim. Mirë që për mene, se puna u konë kërgja një farë mim që u shku në për internet, pse me blion një foto $100,000 kur muna me save, me bo screenshot ose me save. Puna NFT-a janë asete unike digitale. Tash qysh verifikohet kjo unike atyne? Verifikimi i unikës tyne bëhet në blockchain. Dhe më thonë... Njësi transaksioni i kojnave që bëhet. Sakt. Tash, për shambull, qysh e përmene graniti, pa verifikun komplet pullat që një bitcoin ose një transakcion u bo, nuk është valid, po ashtu edhe NFT-at e kanë atomikën që verifikohen blockchain. Pse në blockchain, si një aset unik, edhe është për shambull non-fungible që nuk është i përsëritshëm, edhe një NFT për shambull që e komone, nuk mundet me pas kërkush qeter në kitë botën. Dhe më thonë, mundet me ka ashtaj imazhi njëjtë, po jo kontrata njëjtë, jo adresa njëjtë. E qka e bën mi ju rrit vlera NFT-s? A bën hojpi, apo një me ka vlerën tu,
Apo të mund shka e bën që një NFT prej $2,000 me shkun 50.000 gjatë të një Tash, ka use case-a ndryshëm, që janë për shembull crypto use case-at për AI, RWA, whatever use case-at që mund të mi pas, edhe në NFT-a mund të me pas use case-a ndryshëm, ose mund të me kanë pure community dhe pure vibes. Qa do më thonë kjo, e dina na shumë mirë sa është i rëndësishëm komuniteti në crypto space. Do më thonë, në secilën projekt që del, do të me pas një community base, një support që për e me ka me shty për para qatë projekt. Mënyra, tash, unë jam edhe fasionat me ndërtu komunitete, edhe kam qef mu merë me komunitete bajge shumë, që mundet me bo mas shumë të një NFT të sukseshme është komunitete. Një komunitet organik, cilin mundet mu zhvillu në bos narratives që ka qaj koleksion. Për shembull, ose qaj projekt që të dalë. Nuk është puna këto, nuk është puna e teknologjisë, ose nuk është puna që po ofron, që është puna ma shumë so po mund e bashkon një grup njerëzve, që me besu një ditë saktume. Ose me pas një vibe të mirë, një atmosferë të mirë, që mundin me shpërnda ideja, ose mundin me kanë të konektum. One për shembull shumicën e lidhjeve që ai kam në crypto space, ka rezultu si njerëz që kum taku në koleksione ndryshme. Për shembull, one jam owner e disa Bored Ape, Azuki, e disa NFT-a të tjera, që atje kum taku njerëz që për e me më kanë rezultu si produktiv në ato qëllimet e mija që i kumë pasë dhe tash që i kena do më thonë si grupë, si entitet. E tash është puna që e drajnë një NFT collection për me pasë një qëmën të mirë, komunitete. Kush po është qaj leader of community që për mbledh që ta njerës komplet edhe për bën diçka interesant, diçka që më është më një proud of ose më është më një krenar që je pjesë i qati koleksione. Do më thonë, one bile lobe se datin thonë të s'din me marë profite kur, po është puna që one e kam shumë qef me engage me communities edhe me njerëz me taku njerëz tri non-stop edhe me këshyr me përfitu që kjo e qënë koleksionet për para. Masi e përmene pjesën e use case-it, dosha me full NFT-at, ta është më thonë nëse dojna na me i konvertu se shumë amime me thonë që na mundë me i përdor në jetë reale, si pika që ku mund me i po, për shumë të jenë gaming, është rëvaja, është mixed reality, edhe do më thonë që ka mundët me bu një NFT në industrinë e gamingut, që mundët me bu një NFT në industrinë e rëvalë që do folë për tokenizimin edhe për mixed reality. Do më qka mundët me ndërvepru NFT-ja me sektore ndryshme. Nice, është puna që tash NFT si koncept, për dina janë non-fungible tokens, është e verifikum blockchain, edhe qysh mund ndërlidh me use case ndryshëm. Na për shumë RWA ose real world assets që po tokenizohen, one e patun bo bile një ide, patun bo para një vjetë gjysëm për një real estate platform, për me funksionu përmes liquidity pools ndryshëm, edhe NFT-av si asete për objekte ndryshme, toka ndryshme ose whatever. Po, natë po... Ideja me shit real estate-in me NFT. Përmes, edhe me verifiku ownership-in përmes një NFT-e. Qysh e tha me herët, verifikimi bëhet në blockchain, edhe veç ti e ki ato. Dhe më thonë... kjo bën pjesë në sektorin e real world assets. E vërtet, po. Edhe tash, kër e kena bo këtë ide, na kështu shumë i kombinu kontrata si ERC-721 edhe ERC-1155. Ato kontrata me kombinu dyja që me ERC-721 me provide liquidity për ERC-1155. Tani mas një 4 muje dëllën ERC-404 si një eksperiment që po pres mu shtyta është halema shumë si eksperiment. është një kontratë e cila e kombinon likviditetin me NFT-a. Se që shedina na, NFT-a nuk kanë liquidity pool, NFT-a pure demand. Për shembull nëse e ki demandin me ble, e që ti me listu, në kom demandin me ble, në vije ble. Njo që ti mund është me swap për naj pool që është të kriju me pe ekipës. Do më thona, interaksioni është me njëri me njëri. Po,
tonë kohës. Çaj është gjithë do të më pas një demand. Ose normal që njerëzit shohin oferta, bojnë oferta për koleksione ndryshme, po është demendi për me shit ose për me blej me çat çmim që po japet. Puna që për mene mixed reality, na e kena po i shohim balenat e teknologjisë, për shembull një prej tyre Mark Zuckerberg që është i njoftën për me kriju bubbles, është i njoftën për me push scene, për me bo hype, domethënë. Aja pa të bo dhe hype-in e metaversit, eksakt. Se njëtën kur sektori metaversit edhe në kripto eci ekstrem shumë. Edhe u konë bagin e pa narrative e fuqishme për ata që jenë konë kripto. Edhe one që shë pa e shakër kur zgëdzeke me pyt vetën e qëfar sensi e ka kjo me ngjit një por headset edhe me funksionu në botë virtuale. Do më thonë, edhe për e me nuk ka pas kur farë sensi, për shkak edhe teknologjisë që e kena pas në atë kohë edhe tash me thonë drejtën, për pas këtë Apple Vision Pro që e pom recently që po besoj drila kam na full edhe për Apple Vision Pro. Po nuk u ka ajo teknologjia duhen për me implementu edhe nuk ka pas atë sensin e duhen që na përbojna një mbledhje në botë virtuale. Pse, abden, nuk ka far arsye. Gjithmonë e kanë atë prirjen që mos me reagu shumë me një teknologji të reja. Po, çaj është. Jenë tonë kohës ashtu si në rezerva, a po bot, as po bot, a veç është ideja, veç koncept, a mundët jo më bot, duke si film, apo kupton? Dere sa e nes dikur tani vonë ja nisin edhe tani kyshën. Po tash na e po Mark Zuckerberg që shë pështyti si bubble, edhe për e me ke shumë ase narrative që ja nisi mu shu për me njerë, po na shamull konkret metaversit të kejna Fortnite. Po shamull pse është qaj interakcion me metavers, është zhvillimi që asoj butës virtuale që ta shkurtina të NFT-at, a munën, do më thonë, tash duke që ka njësë edhe me u përdor në do loja që jenë bume në blockchain, që skinat, avatari, veshjet virtuale që jenë në mixed reality dhe gaming, me pas vlerë reale, tu ja marrë edhe me një liquiditive ndrysh. Po, e tash kjo ideja ti keme lujt, keme pos një skin tonin, edhe skin ka me pos vlerë edhe me konë tradable, me konë trektu shumë, jo me shtreftin. Se për shamull, krasim, e kena CSGO konterin, që shë njohëm shumica, edhe e kena Fortnite-in. Fortnite më nëshme blej për shamull skina, më nëshme blej karaktere, po jo nuk janë tradable, dhe më thonë nuk më në shetë. CSGO na e kena pos marketplace. Nuk e ka marketplace. E kena pos CSGO është marketplace, që dhe më nëshme me trektu, më nëshme shit, njerëzit e përdorin edhe për me gamble për shembull për asin me skina e sene, po edhe me fitu me e bëni skin mali me shit më shtet. Ideja gjeneza që ke idejës për gaming me NFT-a ka linë mas shumë tipik CSGO-s. Domethënë që e pashën se ka pas live streamers, puna kitë që shtyhen që të senë është puna e që shtyhen live streamers që janë si Kai Cenat ose Adin Rose ose këta që i shtyhen senet kër i kanë ka 50.000 veta domethënë live stream që mënën me kështu. Ata reklamojnë edhe ka pas shumë gaming streamers që kanë pushit tregtimin e asetën në loja. Tash, e ka bu më do cool që me tregtu, më thonë atë tradable, interesant, interaktive. Mund është me fitu, mund është me luj. E tash, ja nisën me bo lojat. One për vetin fillim nuk jam konë qaq bullish ose nuk jam konë qaq optimist për gaming on NFTs or on Web3. Dhe më thonë, e kom konsideru si një tjetër bubble që rezultoj si e til edhe ke pat një muj ose 2 muj hype që nuk vazhdoj ma shumë. Po tash, për në lidhë, NFT-t mënën më përdor dhe si gaming assets. Mënën më përdor edhe si pa kanë më përdor është një pyetje tjetër. Janë të implementu pa apo ka demand është një pyetje tjetër që mënët më ngjall persona. Tash për shembull është puna që asnjë kompani e madhe nuk e rrezikon atë revenue income që ka për më onboard në Web3, kur na e dina që Web3 ose blockchain është në mënyrë më decentralizuar dhe nuk na rrok logjika me na i kap neve 30% asetit që e kena tregtu për shembull Steam ose Ubisoft. NFT-at ku të ndolë që po më kujtohet mu, më që thash që në konë veç foto edhe hype i showbizit ndërkombëtar që me jarrit çmimet, e për shohme që ka evolu këgja shumë, real world assets,
në gaming, do më thonë mixed reality e tjerë, edhe ku ka mu nol kjo, edhe që ka me shku, edhe që ka mu bo. Do më thonë, a veç që to janë që ka mundet mu përdore NFT-a, a ka halo, do më thonë, hapsi që me u zhvillu në to. NFT si koncept mundet mu përdore në gjithë shka. Do më thonë, nëse ti e ki një pronsi, do me verifiku pronsi në Për shembull, a mundet mu bo NFT edhe një video, jo veç foto? Of course, normal. Mu bo një status, mu bo një, do më thonë... Çka do që ti do me verifiku pronsi në blockchain, mundet mu qujtë si NFT, që nuk është fungible ose e ripërsërishme. NFT-a nuk është veç foto. Jo, e ka atë foton e ka, në gjithë këmë thonë se... Ose veç ka metë mu njufë si foto. Po që ashtë është si mënyrë e marketingut për qatë koleksion. Ka nisë si Heaven for Creators, për royalty së sene, edhe u këthim business, gjatë që e ka dëmtu edhe si koncept, si narrativ, për shkak se ishtini edhe komplet kompanitë mdoja me hi overthinking që do më botash masi që NFT për javë japin në royalty për creators, qka nëse dikush nuk bën ma content në YouTube ose nuk bën content atje, këtje, do më thonë ishtë me overthink se qka ka mu bo, do më thonë me këto platforma. Po është puna që tash për ndërlidhen komplet. Mixed reality përdoret në për shumë fusha si mjekësi, edukim, ose mënyra do më thonë me mundet tash do më thonë tash e tema e AI-et për i ChatGPT-s që dojë që u bëtë top team shumë e madhe. A ka pos na integrim mes NFT-s edhe AI-et apo ka shkutje këtu? NFT, AI, mixed reality. Mënen me konë toolsa shumë të rëndësishëm për LWA, dhe më thonë real world assets ose asete në jetën reale. Tash, qëto, që shkesh të thonë, mixed reality përdoret edhe për projektim, dhe më thonë patënshmëri, ose real world assets si objekte ndryshme, ose një lagë, ose pa marrë parasysh, cilat mënen me pas një ownership as NFT, dhe më thonë, ku për lidhen me kjo, e cila mënet më studiu në bas data sources që një algoritëm mënet me nëzirë që ato insajta se a ja vlen, a nuk ja vlen, në bas cilët pozit është qaj objekt ose qaj vend ku kime ble, edhe do më thonë që kjo real world assets që mënet me u shfrydzu që të tri toola, që të tri qysh me thonë tools që mënet më shfrydzu për me push që të farë narrative. Edhe, one për që ata edhe thash, e pojmë thash edhe Apple Vision Pro që e boni një farë vullneti ka gjatë madhe, një farë motive për kompanit tjera për me evolve, po e pojmë edhe Ray-Ban edhe Meta collaboration që e reduktun bajegi shumë atë madhësin e headsets në ta. Unë kom edhe një pyetje të fundit, para se me përfundu është për ata që dojnë vese mu u kysh në botën në NFT-ve dhe mixed reality, qka mi marë hopat e parë, fillestar, për me jashtë një farë bazë vetës, do më thonë njëtë si kripto, do më thonë që ato farë bazë, ato në fundamentale, teknike, tjere, cilat jenë tash bazat për NFT, une që nuk di sen, qysh me hi, me anis, me bumente, me trektu, me përdore, me fitu, e tjere, do më thonë, qka përna e pëshilë që... One kisha mujtë me thonë që është mënyra, është koncepti i vetëm blockchain që më nëshme anis pas një investim. Do më thonë, më nëshme anis zero investim. Pësë është mënyra, ki mundësi për me grind për një whitelist që të ap një projekt që më nëshme me konë free mint, nga ka ndodhë në zyre, kena mint për shambull, kena kryu, minting i bjanë një krym, tash qavi bjanë minting. Nëse one ty të api një access me whitelist për me kryu NFT-n të kenin kontrol tem, qaj e bjanë accessible whitelist për me kriju. Tash, qysh merët që kjo, ty plotësu disa taska që japin projektet, do më thonë, njoftu është non-stop me komunitet, engage me komunitet, edhe mund është me pas mëtësin për me fillu pa asti investim. One që për jakum nis, e shamull konkret, one jakum nis pas një investim, do më thonë, asë një investim në këkum shti prej tonava që jakum pas jashtë
NFT-ja ose jashtë Web3, edhe non-stop të grind, të kriju, të eksperimentu chain Do më thonë për me fitu në NFT-ja dhe më nis është koha duar dhe komuniteti duar. Of course, bile qëtash është mas mire, shkaku që është beer market, edhe komplet projektet që këqyrin me promovu në beer market, ata japin NFT-at për free, shkaku që me shti njerëzit për me grind, edhe me au fill taskat që me pos qatë hype-in që ju duhet atyne për me esë. Edhe tani që kjo, për që ta është koha më e mirë që ta është, për me anis me grind, jo me investu, nuk ka nevoja, nësja këqyre qatë që shtek për bod, njofto me disa ftyra, shumë letë me gjetë njerë shumë të rëndësishëm edhe në botën e krypto, të engage me NFT. Që kjo ke paka shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit për te. Edhe kena mësu këgja shumë. Faleminderit shumë.